Për mua nuk është një diçka e re, edhe për gjithë opinionin nuk është një diçka e re. Kjo që nuk marrin pjesë në seansat që nuk kanë marrëveshje paraprake politike, spaku politike edhe institucionale. Ne jemi në një krizë ku shteti i Kosovës po shkon drejt një blokade të vazhdueshme, pa fajin aty që si kanë numrat me plotësu një ligj, me votu një qeveri ose diçka prafort, sepse duke nisur prej faktit që opozita nuk e ka asnjë obligim moral, as ligjor me mbështet një diçka që nuk është pjesë e atij procesi. Si pasojë që nëse një subjekt politik që nuk ka marrëveshje politike me atë subjekt që udhëheq qeverinë, qysh kam ja shpjegu votuesët vet nëse ka votu diçka që nuk kanë marrëveshje politike ose në të ardhmen kam i kushtu si subjekt politik. Kjo është një kurth politik që në të ardhmen i kushton subjekte politike që nuk janë në qeveri. Edhe logjika kësaj pune është shumë e thjeshtë. Nuk mundesh me qenë me votu ligje të qeverisë ose që propozohen nga një qeveri në detyrë e që nuk je pjesë e qeverisë sepse ndarmën ka me të kushtu se atë votuesin naiv që e ki larg qendrës, ai menon që ka pazare politike interne me individ caktuar edhe të kushton në votë. Po pa u sqaru politikisht këto fenomene nuk ka logjik me u përka një çka do të qoftë ose një buxhet për të ardhmen e vendit, ose ligjet të nevojshme që janë prapë për të ardhmen e vendit, kjo vjen si pasojë që çka kanë bën këto vend që 10 muaj që si kanë kryer këto punë. Nuk është pa i opozitës apo i dikujt tjetër. As qytetarë nuk kanë faj, dikush ka më ndëshku se që 10 muaj marrin paga, më falni, 9 muaj ose 10, marrin paga të majme, po nuk e nga kryer asnjë punë ku vend. Të vonë, faj dikush do të me marë, po partitë opozitare duhen me sqaru pak ma shumë në media që pse nuk e votojnë ose pse nuk po dojnë me hy pjesë e një loje politike ku nuk janë të përfshira në marrëveshje politike për të ardhmen as i qeverie. Kjo është e pasqartë, edhe në herë thonë, nëse nuk e qartësojnë, nëse nuk komunikojnë ato me votuesin e vet, sepse ka pasojë politike në zgjedhje që të ardhmen ose që na presin shumë shpejt. Këtë fenomen që ne diskutojmë nuk është një gjashtë e re që më parë nuk është diskutu. Sepse tek ne mundet edhe nuk keq kuptu ky fenomen që se pse analistat pe kundërshtojnë ose pse analistat pe shtyjnë këtë pjesë ose pse mediat e shtyjnë ose nuk e shtyjnë këtë diskutim që ne pe flasim në të mirën e qeverisë, këta nuk e kanë kuptu që mediat e bojnë veç punën opozitare kush do të shoh në opozit, ne e shohim atë synin kritik që pse nuk është kryer një punë ose pse nuk po shkon diçka mirë me atë proces që është bëu. Edhe në këtë rast nuk ka mundësi dhe nuk ka logjik me votu ligje ose rregulla